Thirrsi në ditën e gjykimit. Imam e Taberani, në një transmetim nga Ali ibn Husein, në të cilin ka thënë: kur të vijë dita e gjykimit, një thirrës do të thotë: le të veçohen të dalluarit, dhe do të veçohen një grup njerëzish të cilëve do t'u thuhet: shkoni në xhennet. Para se të hyjnë në xhennet, ata do të takohen me melekët dhe ata do t'i pyesin: por ku jeni nisur? Ata do të përgjigjen: për në xhennet. Melekët të habitur do t'i pyesin: para se të jepni llogari? Ata do të thonë: po. Atëherë melekët do t'i pyesin: po kush jeni ju? Ata do të thonë: ne jemi një grup të dalluarish dhe bamirësish, ehlul fadl. Melekët do t'i pyesin përsëri: dhe pse e keni marrë këtë grad? Ata do të thonë: kur na injoroni neve në dynja, ne përgjigjeshim me butësi. Kur na bëhej pa drejtësi, ne bënim durim. Kur ndonjëri ndaj nesh bënte gabim, ne falnim. Atëherë melekët do t'u thonë: hyni në xhennet, se shpërblimi mrekullueshëm është për ata që janë angazhuar shumë. Pastaj thirrsi do të thotë: le të veçohen durimtarët, dhe do të veçohen një grup njerëzish të cilët do të urdhërohen që të hyjnë në xhenet. Gjatë rrugës për në xhenet, ata do të takohen me melekët, të cilët do t'u bëjnë të njëjtat pyetje sikurse i bën grupit të parë. Dhe kur ata do të thonë se jemi grupi durimtarëve, melekët do t'i pyesin ata: në çka reflektohet durimi juaj? Ata do të thonë: ne kemi qenë të durueshëm në bindje ndaj Allahut të plot fuqishëm, në largimin nga mëkatet dhe në ditët e sprovës dhe fatkeqësisë. Ata do t'u thonë: hyni në xhenet, sa shpërblimi mrekullueshëm është për ata që janë angazhuar shumë. Pas kësaj, thirrsi do të thotë: le të veçohen ata që janë të afërt me Allahun në xhennet, dhe do të veçohet një grup i cili do të jetë i pakët. Melekët do t'i pyesin ata: me çfarë ju e keni merituar që të jeni në afërsi me Allahun? Ata do të thonë: ne kemi vizituar njëri tjetrin në emër të Allahut dhe kemi ndihmuar njëri tjetrin në emër të Allahut. Atyre do të thuhet: hyni në xhenet, sa shpërblimi mrekullueshëm është për ata që janë angazhuar shumë. Përmendet se Zuhuriu kishte bërë një mëkat, i cili e kishte hedhur në dëshpërim, aq sa ishte izoluar nga familja e tij dhe i kishte lënë punët e përditshme. Në fytyrë shihej një brengosje e papar dhe një pashpresë pa përshkrueshme. Kur ishte takuar me të, Zejnul Abidini, edhe kur e kishte parë pikëllimin e tij në fytyrë, kishte thënë: o Zuhri, dije se humbja e shpresës tënde në mëshirën e Allahut, e cila përfshin gjithçka, është mëkat më i madh se sa ai për të cilin ti je pikëlluar. Zejnul Abidini ishte i njohur për bamirësinë ndaj nënës së tij. Ai ishte aq i vëmendshëm ndaj nënës së tij sa që njerëzit i thanë: ti aq shumë po bën bamirësi ndaj nënës tënde, sa që kemi vërejtur se ti as nuk ha ushqim me të nga e njëjta enë. Ai u përgjigj: unë kam frikë se mos më shkon dora te kafshata të cilën ajo e ka shikuar me sytë e saj, në mënyrë që ashtu të mos tregoj mosbindje ndaj nënës time. Ka thënë Amr ibn Osman el-Meki: Allahu i plotfuqishëm i ka qortuar besimtarët të cilëve ju ka mbaruar durimi në fe, duke u kujtuar atyre fjalët e jo besimtarëve, idhujtarëve, të cilët patën thënë: shkoni dhe bëhuni të durueshëm pranë zotave tuaj. Surja Sad 6. Ky është një paralajmërim i qartë për çdo musliman, të cilit i mungon durimi në rrugën e Islamit. Suvejd ibn Gafele ka thënë: melekët shkojnë përpara çdo xhenazeje dhe thonë: vall, çfarë ka përgatitur ky njeri për ajret? Kurse njerëzit që qëndrojnë pas tij thonë: vall, çka lën ky pas vetes nga pasuria e dynjas? Një burr i tha Fudail ibn Bezvanit: filan dhe filan musliman të kanë përfolur ty. Fudaili u përgjigj: në këtë moment, unë do të dëshpëroj atë që i ka urdhëruar. Unë i lutem Allahut që ta falë vëllain tim që më ka përfolur. Burri e pyeti: e kush është ai që i ka urdhëruar? Ai u përgjigj: ai është shejtani mallkuar. Ishte pyetur Muhammed ibn Fadl el-Belhi: cilat janë shenjat e mjerimit dhe vuajtjes? Ai ishte përgjigjur: ka 3 shenja të mjerimit dhe vuajtjes: zotërimi i dijes pa vepra, bërja e veprave pa sinqeritet ndaj Allahut, shoqërimi me njerëz të mirë dhe të devotshëm, duke mos treguar respektin e merituar për ta. Ka thënë Ebu Sejd ibn el-Arabi: i shkatruari më i madh është ai që paraqitet para njerëzve me vepra të mira,
kurse në formën më të shëmtuar me mëkate, paraqitet para atij, i cili është më afër se damari i qafës së tij. Muhamet ibn Sirini ka thënë: pa drejtësi ndaj një vëllai musliman ka bërë ai që ja përmend atij gjërat e shëmtuara që di për të, ndërsa e hesht çdo të mirë që gjendet tek ai. Është thënë: nëse i keni 7 cilësitë e mëposhtme, trupi dhe zemra juaj do të pushojnë dhe ju do ta ruani nderin dhe fen. 1. Mos u pikëlloni për atë që ka kaluar. 2. Mos e ngarkoni veten me breng dhe barr për te i mundësive tuaja. 3. Mos i fajsoni njerëzit për të metat që i keni edhe ju vet. 4. Mos kërkoni shpërblim për atë që nuk e keni bërë. 5. Mos e shikoni me pasion atë që nuk e zotëroni. 6. Mos u zemëroni me dikë të cilin nuk do të dëmtoj zemërimi juaj. 7. Mos e lavdëroni atë që për veten e tij e di të kundërtën e asaj që ju e thoni. Gjithashtu është thënë: një mëkat është shumë, kurse 1000 vepra të mira janë pak.